të nderuar besimtarë. Më lejoni që të shpreh shqetësimin tim, pasi është një akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Të nderuar vëllezër e motra, në këtë ditë feste, nga ky vend i bekuar e bashkërisht me ju, të nderuar besimtarë, më lejoni që të shpreh shqetësimin tim, të institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës dhe të tërë shoqërisë sonë e në gjërë, për kitazi me vrasje që kanë ndodhur në vendin tonë, sidomos në këto 2 javët e fundit, ku humbën jetën 4 qytetarë të vendit tonë, e që është shqetësim dhe brengosje për të gjithë ne. Pavarësisht motiveve dhe rrethanave, në Islam vrasja është një akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja islame jep shumë rëndësi jetës, së njeriu dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Andaj, edhe një herë apelojmë për respektimin e jetës së çdo individi dhe për ndalimin e dhunës ndaj të pafajshmëve. Të gjithë duhet të jemi unik për të promovuar paqen, tolerancën dhe mirëkuptimin. Nga të rreshat duhet t'i trajtojmë me qetësi, ndërsa zgjidhjen e tyre duhet të kërkojmë në rrugë institucionale e jo me vetë gjyqësi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. O, na dhuro pace, begati dhe dashuri në zemrat dhe familjet tona. Bashko zemrat tona në dashuri dhe vëllazëri, unitet e harmoni, largon nga ne urrejtjen dhe padrejtinë, na bëj kreatyre që jetojnë me devotshmëri dhe vdesin me iman. O Zot, Vit Bajrami që festë e mbushur me paqe, harmoni dhe lumturi për të gjitha familjet tona. E Vit Bajrami, alhamdulillah rabbil